E dini se me qa shkon mirë kjo buka? Me një rom steak me vezë të skuqur mirë. Sot ju tregoj recetën se si mami im e përgatit rom steakun vetë në shtëpi. Dhe për gjithë që nuk e dini çfarë është rom steaku, është kjo qofte kështu që e lyen me vezë dhe me miell dhe skuqen tigan dhe është o zot sa e mirë. Le të fillojmë me recetën. Për të përgatitur brumin e qoftes, na duhet të grim qep. Në varësi të madhësisë së brumit që do përgatisni, do shikoni dhe sa qep shtoni. Unë për 1 kg mish ka përdorur 4 qep. Grim dhe 4 hudhra dhe shtojmë dhe pak majdanos edhe marinojmë me krip edhe piper me erza që doni ju. Do të shtojmë dhe 2 vezë që ta lidhi brumin edhe pastaj do ta përzijmë me duar. Në qoftë se ju pëlqen këto lloj videosh dhe receta gatimi, mos harroni të bëni like kësaj videos dhe shtypni butonin follow që të mos humbisni asnjë video të re që unë postoj. Faleminderit. Pasi ta kemi punuar brumin, do ta lëmë pushoj për të paktën 1 orë dhe pastaj pas 1 ore e kemi gati për të bërë këto format e rom steakut. Si fillim qoftën duhet ta lyejmë me miell dhe pastaj në njërin tjetër thyejmë një vezë dhe e rrahim. Do të hedhim pak vaj ulliri në tigan që të ngrohet dhe ne ndërkohë fillojmë me përgatitjen e rom steakut. Marrim qoftën dhe e vendosim te veza. Sigurohemi që ta kemi lyer mirë me vezë dhe pastaj e kemi direkt gati për në tigan. E skuqim për 2 minuta nga secila anë dhe e kemi rom steakun gati.